Do të përgatisim një ëmbëlsirë e cila ju merr më pak se 5 minuta për të gatuar. Është shumë e shijshme e lehtë dhe ideale për ëmbëlsirën e pas iftarit. Vazhdojmë me përgatitjen. Fillimisht kemi nevojë për biskota, por biskota duhet të jenë me shije çokolate ose me kakao. Në total do të përdorim 350 gram. Vazhdojmë biskotat t'i shtojmë në njën më të thellë. Mund të edhe t'i ndani në mes, sepse këto do t'i bluajmë pastaj. Tani marrim një tenxhere dhe brenda tenxheres do të shtojmë 500 ml me qumësht. Tani te qumështi do të shtojmë 75 gram margarinë ose gjalp. Do të kemi nevojë edhe për çokoladë. Unë zakonisht përdor çokoladë të qumshtit. Në total çokoladë do të shtojmë 160 gram. Që të na merr ngjyrë më të mirë kremi, shtojmë edhe një lugë gjille me kakao. Dhe tani i vendosim në zjarr mesatar dhe presim derisa të shkrihen tërësisht tek qumshti, çokolata edhe gjalpi. Tani që janë shkrirë të gjitha, vazhdojmë i hedhim sipër biskotave. Vazhdojmë tani që t'i bluajmë me blender. Do t'i bluani derisa të formoni një krem kështu të mirë. Kremin e fituar e zbrazim në gota. Lejojmë tani që ëmbëlsirat të ftohen në frigorifer për 1 orë më spaku ose deri kur t'i shërbeni, pastaj do t'i dekorojmë pak sipër dhe do t'i shërbejmë. Tani që janë ftohur pak i dekorojmë në një rinskaj, shtojmë pak biskota nga një mjetër e nga një qeth mente për dekor. Dhe ëmbëlsirat i kemi gati, shpresoj që do t'i provoni edhe ju dhe do t'i shijoni për një iftar me familjen e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.